20% e plazheve në Adriatik apo Jon kanë probleme me ndotjen. Nëse do të zgjidhnim të pushonim në Durrës, Kavaj, Vlorë, Sarandë, Dërmi apo në Gjirin e Lalësit, duhet të bëjmë kujdes me zgjedhjen. Edhe pse në shumicën e stacioneve të monitoruara plazhet rezultojnë të pastër, mes tyre ka edhe zona që vazhdojnë të jenë të ndotura. Gjendemi në Golem, në zonën e njohur si Proja Gajt, sipas raportit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Ky plazh është një ndër 5 pikat më të ndotura të Kavajës. Sipas mjekëve dermatolog, nëse pushuesi do ta frekuentojnë këtë plazh dhe do të lahen në këtë ujë, do të kenë probleme me lëkurën. Më problematike janë infeksionet bakteriale, infeksionet mykotike, të cilat mund të jenë të formave të impetigos, si për moshat e vogla ashtu dhe për moshat e rritura. Edhe vija bregdetare në zonën e Durrësit, që nga rajoni i policisë deri në afërsitë të Plepave, sipas Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, uji është i ndotur. Shkarkimi ujrave urbane në det është faktori kryesor i ndotjes në këtë zonë. Një lloj vazhdon situata edhe në plazhin e Marinës në qytetin e Vlorës. Nga analizat e ujit dhe të rërës, ky plazh është tërësisht i ndotur, gjithsesi, aktualisht këtu nuk frekuentohet, si pasojë e punimeve edhe të lungomares. Kisha ndërmend që të mira edhe nipër edhe mbesa ti agretoja këtu si vjet të kaloni në knajsi. Në asnjë mënyrë, se unë sot që dola deri në Vlorë, ja 50 metra ndosha dhe më shumë del nga deti një balë të kuqe. Me këtë gjendje që është Vlora sot, kush do të vi këtu? Frekuentimi i këtyre plazheve shton numrin e pacientëve që kanë nevojë për mjekim, ndaj dermatologët bëjnë apel për kujdes të shtuar në sezonin e verës.